Ti përmaj mi rendi ditës, a më qepe gojen tani dër. E, leken. Bëlle gojen. Se të kam gjuhë fort. E. A ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Jo, se kjo degradon bisedën kështu. Shqetësimi që ngritur Yrsiu, pavarësisht nga tonën, se edhe unë mas e të provë, po dërove. Po mirë, pa, dakord, edhe ndjes, tash po kërkojnë ndjes për atë. Thelbi bisedës ishte. Thelbi bisedës ishte. Le të fokusohemi tek ajo për cilën e kemi thrit. Oher, të lutem, me qetësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thash unë fillim. Në komisionin e ligjeve gjithmonë e kemi bërë praktik që kemi ngrit çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë, që janë përfshirë dhe rezoluta e kuvendit. Këtu i kemi thritur për çështjet e krimeve zgjedhore, çfarë mund përmirësojmë, çfarë nuk shkoi, çfarë shkoi mirë, prokurori të lutem. Po le më nenin tash unë them shkresin që kemi nisur. Tash a doni ta kthejmë në instancë produktive? Ti dëgjojmë, nuk jemi dakord me ata, ti mbajmë shtim. Kjo është detyrë e ligjvënësit. Rendi ditës është përmirësime, thot, çfarë përmirësime legislative, praktik pune dhe çfarë do nxjerrim në konkluzion si politik bërës për gjërat që shkojnë. Kjo është biseda normale. Ngarkesat politike. Ore tash të lutem se rendin e ditës aty e ke pas. Tash ti e ke mendjen të vish me libra. Megjithatë, të lutem shumë se edhe ata kanë punë. Edhe po s'është punë se do të gjojnë gjithë ditën deklaratat tona këtu, ma kupton? Çfarë bën me këtë çështje, thot ai çfarë bën me këtë çështje. Ai është aty për jemi objekti i punës së këtij komisioni, të lutem shumë, se zoti Bylik Bashi është dakord me ty që thrasim, ti fokusohemi te objekti. Jam shumë dakord, pyesë çfarë nuk shkon mirë me këtë punë, çfarë sugjeron kët. Kam lënë hapësirë sa duash në lidhje me çështjet që lidhen me zgjedhjet, qoftë dhe pranë ndalimin e krimeve zgjedhore, por të fokusohemi te kjo temë. Mos kalojmë te gjitha temë. Tashi, zoti Braus ka pyetje zoti Komicit, lutem, ka zoti Komici, lëre këtë debati, kaloj debati. Jo, nuk do bëjmë. Po nuk do bëjmë se s'është interpelans, as jemi në kuvend tash. Më përmendi emrin, s'përmend emrin. Në fund zihuni me njëri tjetrin. Zoti Komici. Ka pyetje. Po le tash të kthehemi lidhën e sqarojmë jashtë. Zoti Komici, keni pyetje? Faleminderit zoti Gjiknuri. Në radhë parë, unë do doja të falenderoja drejtuesin e SPAK-ut në kuadër të punës apo veprimtarisë grupit hetimor Task Force, qoftë edhe në vitin e parë të veprimtarisë së tij, ku do të thoja që fryma apo prezenca e kësaj strukture është ndyer konkretisht, kryesisht edhe në zonën ku unë kam kandiduar, qoftë me prezencën e prokurorit konkret SPAK-ut përcaktuar për atë zonë elektorale, por edhe në një ndërgjegjësi maksimal të gjithë, po themi, strukturës apo infrastrukturës zgjedhore, me KZZ, me KVV, me numërus, me vëzhgues, apo me procesin e fushatës zgjedhore, po ashtu edhe me procesin në ditën e votimit apo dhe gjatë procesit të numërimit. Unë fakt kisha një pyetje, nuk e di ju si drejtuesi i institucionit, a mendoni që grupi hetimor Task Force do të ishte e nevojshme që të parashikohej si strukturë e përhershme, pra me një rregullim apo me një ndryshim në kodin zgjedhor? Nuk e di cili është mendimi juaj. Në fakt, unë kam dy qasje të mia, një pozitive, një negative në lidhje me këtë pyetje. E para lidhur me faktin që është gjë e mirë që një strukturë e tillë të monitoroj apo të ndërmarrë edhe nismat të saj në kuadër të hetimeve proaktive apo hetimeve penale në lidhje me vepra ndryshme penale që mund ndodhin gjatë procesit zgjedhor.
Por nga ana tjetër, do ta shikoja edhe në kontekstin që duke parashikuar ekzistencën e një strukture të tillë në kodin zgjedhor, do të thosha që do humb për një kohë goxha gjatë ai besimi që partitë politike apo grupimet ndryshme politike do të japin njëri tjetrit në lidhje me pranimin e rezultatit të zgjedhjeve. Pra shkurtimisht mendoni që do ishte e duhura që kjo strukturë të parashikojnë kodin zgjedhor. Faleminderit. E keni fjalën për protokollin e bashkëpunimit apo për task force-n e prokurorisë? Atëherë, në fjalën time theksova që ne vlerësojmë që task force e prokurorisë duhet të vazhdojë të jetë e përkohshme, por në një periudhë tjetër, në një periudhë më të zgjatur, të paktën 4 muaj para zgjedhjeve. Por njëkohësisht e theksuam edhe faktin që vëmendja e institucionit për krime zgjedhore duhet të jetë e përhershme, pavarësisht se task forca në terren do të jetë e përkohshme. Po kështu dhe strategjia dhe bashkëpunimi institucional midis SPAK-ut, Prokurisë Përgjithshme, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke përfshirë dhe agjencitë të tjera ligjzbatuese, Policinë e Shtetit, Agjencinë e Inteligjencës Financiare, duhet të jetë një instrument koordinimi i përhershëm. Këto mendojnë që duhet të jenë përhershme. Faleminderit. Zgjedhor, bandë kriminale në varr, asgjë s'është hapur hetim. Faleminderit. Faleminderit për pyetjet. Në dispozitat e kodit penal, në seksionin 10, në kreun përkatës që bën fjalë për krime zgjedhore, nuk ka një vepër penale që të ndëshkojë penalisht patronazhimin. Dhe aq më tepër, kjo vepër penale të jetë në kompetencë të SPAK-ut. SPAK-u, siç e thash, ka 2 vepra penale në kompetencë: korrupsion aktiv në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje. Nëse një funksionar ka shpërdoruar detyrën, nëse një person tjetër ka nxjerrë dhëna personale të publikut, qoftë edhe tonët, është një vepër tjetër penale që nuk është në kompetencë të SPAK-ut, po është në kompetencë të prokurorive të jurisdiksionit të zakonshëm. Pastaj, çështja nëse në këtë veprimtari mund të jenë përfshirë persona që janë subjekte të posaçme që janë në kompetencë të SPAK-ut, është çështje provueshmërie që vlerësohet nga prokurori çështjes rast pas rasti. Për sa i përket kallëzimeve që ju keni paraqitur, po është vërtet, keni paraqitur një numër të lartë kallëzimesh, sinjalizimesh dhe për secilin prej tyre prokuroria ka patur një reagim, ose regjistrim, ose mos fillim, ose mos kompetencë, ose është një çështje në hetim. Nuk është as vendja, as seanca dhe është detyrimi im ligjor që të mos diskutojnë për çështje të veçanta, por mbaj mend që jo më vonë se muajin prill të këtij viti ne kemi patur një korrespondencë, ju kemi informuar për secilin rast që ju keni kallëzuar dhe për vendimarrjet që ka marrë prokuroria. Nëse pala që kallëzon nuk është dakord me vendimarrjen e caktuar të prokurorisë, patjetër duhet ndjekë rrugët ligjore në gjykat për të kundërshtuar vendimet e prokurorisë. Gjë që nuk rezulton se është kryer për ndonjë vendim të paktën për zgjedhjet e vitit 2025. Me mirë kuptim se ndjes edhe unë nuk duhet bëj debate, s'duhet i kthehem atij debati, po përfaqësuesit e organeve të drejtësisë i kemi thritur jo për të dhënë llogari tek ky komision për punën e tyre, ngatrojmë objektin. Ne vërtet kemi kostumin e deputetit, ne jemi te komisioni i ligjeve, ata kanë raportuar, prokurori përgjithësi ka raportuar, do vi dhe SPAK-u do raportoj. Aty mund ngriheni probleme nëse ju e gjykoni politikisht të çështjes së zbatimit të siç duhet detyrës tyre. Po mos ta kthejmë te komision. Komisioni i Reformës Zgjedhore duhet marrë mendime, të dëgjojë, të bëj vërejtje në lidhje me çfarë ka funksionuar ose jo për sa i përket strukturës që ata kanë dhe të nxjerrë ca konkluzione vetë si ligjvënës, qoftë për ndryshuar kodin penal nëse do bien dakord, qoftë për të ndryshuar për të dhënë disa elemente të tjerë që të karakterit politik bërë se si mund të funksionojë më mirë koordinimi i punës tyre, siç vetë thanë. Kështu që ky është funksioni dhe objekti i punës së këtij komisioni. Prandaj, çështjet konkrete e tha mirë dhe prokurori, po drejtoheni në nivel tjetër. Nuk po them se s'keni sensibilitete këtu, nuk është vendi këtu për të bërë fjalinë politike. Ne kemi pranuar që ekzistojnë ca probleme, jemi ul për të zgjidhur. Zgjidhja është mes nesh, nuk është ata.
të shpikin vepra penale, pse aty që unë kam kopë si vepra penale, pse se ke tuti, po sa njeh si vepra atë, çfarë do të tetoj. Menaxhimi i dhënave personale është vepër penale, qofse shkelet keq trajtim dhënave personale, bëj kallëzim do jetohen ato. Megjithatë, mos ta kthem tjetër, kush pyetje, lutem shumë tash. Për të pasur rëndë se nuk do mbarojmë me të njëjtat deklarata politike. Tani në aspektin procedural, unë kërkoj pavarësisht takrit që kemi në bashkëkryetar, mos i ndërhyjmë kolegëve kur flas. 1. E dyta, në qoftë se ne kalojmë, në qoftë se kjo është një seancë sigur diskutojmë laborator dhe nuk ka ndodhur gjithë ç'është ka ndodhur, as prokuroria zona japi përgjigje kemi ne nevojë që fundit nuk kanë detyrimin ata të hartojnë legjislacion, e kemi ne për detyrë, as publiku s'do kuptoj asgjë fare. Pra, nga pyetjet sigurisht problemi është aq i rëndë e përjedhoi edhe niveli i diskutimit është i nxehtë. Sigurisht unë e mirë kuptoj atë përgjigjen që jep prokuroria e posaçme, po gjithsesi ftesa ime është që të bëjmë atë hapin që është shtesë. Jo vetëm për të ndryshuar dhe qasjen, se cila prej prokurorive duhet ketë, por edhe na japi sugjerime, siç pati sugjerime në fjalën e tij. Po dhe puna nuk mbyllet këtu, jam i sigurt që ne do kemi mundësinë që të vazhdojmë bashkëpunojmë lidhje me këtë çështje për të kuptuar çfarë do bëjmë më tepër. Tani, kaloj fjalën zotit Strazimiri. Faleminderit, zoti Blykbashi. Zoti Gjiknuri, meqense e morë ti përsipër. Zoti Gjiknuri, meqense morë përsipër të vlerësosh mënyrën se si ne po flasim dhe me çfarë po merremi. Ka lidhje me këtë mbledhje apo s'ka lidhje me këtë mbledhje? Po diskutojmë mbi këtë fjalim që sapo mbajti drejtuesi i nderuar i prokurorisë posaçme. Kjo ka lidhje me këtë mbledhje. Dakor? Ka lidhje me faktin sigurisht që është krejtësisht e vërtetë, që jo çdo perceptim për shkelje penale është i aplikueshëm dhe i ndjekshëm nga SPAK-u, e dim këtë punë e kuptojmë, paktën ne që jemi këtu e kuptojmë. Sigurisht teknikisht jo çdo ndalim në kodin zgjedhor është vepër penale, edhe këtë e dim, ama dim dhe një gjë tjetër, që efekti i një veprimi jo etik kur vjen nga kryeministri haptazi në fushat elektorale, që quan kinezëri kodin zgjedhor, që thot policëve mblidhni vota për Partinë Socialiste, që thot mësuesve, infermierëve të gjithë me radhë, po, që shkon dhe ju thot votuesve të Partisë Demokratike apo të opozitës në një komunë, nëse votoni prap për Partinë Demokratike, as i kokër legu nuk keni për të pas. Unë mendoj që këto janë sigurisht veprime jo etike, po janë frymëzimi nga kreu më i lartë i ekzekutivit dhe që konvertohet, jam i bindur, në vepra penale në mënyrë masive, ajsa, si shprehet raporti ose BOD-it, i cili nuk përbën provë, sigurisht që jo, po është skaneri, rezonanca magnetike e asaj pune që ju keni bërë. Dhe përse ne presim sot na thoni se çfarë duhet, si duhet ta rregullojmë më mirë. Thot, ajo që ne e quajmë parti shtet, raporti ose BOD-it thot humbet via e demarkacionit midis shtetit, administratës publike dhe partisë në pushtet. Aty ke pafund vepra penale, të parashikuara në kodin zgjedhor apo të paparashikuara në kodin zgjedhor, po të duash të punosh. Çështja është vërtet, po patronazhimi fjala vjen, nuk është vepër penale. Mënyra se si realizohet, fakti që Akshi i gjithi ka përgatitur një institucion shtetëror, që ne i kemi besuar dhënat tona, ka përgatitur një manual për t'ju shpërndar 100.000 vetave armatës Partisë Socialiste që ne i quajmë patronazhist, se ata e shuaj qytën vetën. 910.000 votues. Aty janë të detajuar me çdo të dhënë që nuk duhet i kishte Partia Socialiste, ja japin shtetit, aty sigurisht që ka vepër penale. Mos e quaj patronazhim, quaj ndryshe. Mund të më thuash që po, faji këtu është se për këtë punë me mbledh puna. Kemi vakum, po ti se thuaj që kemi vakum në kodin penal për këtë punë. Sepse këtu do të më thoje, kemi vakum dhe 1, 2, 3, 4, 5, lutem shumë mi bëj pak vepra penale. Atëre po i persekutoj unë. Mi jep instrumentat në dorë, nuk e thua. Ajo që më thua është, dhe që më revolton, me thonë drejtën, është fakti që e konsideroni ka pasur efekt parandaluese të çfarë unë se kuptoj. Task Force ka pasur efekt parandaluese, çfarë u parandalua ta thotë ose bëjë Odiri.
E ke edhe në mënyrë kronologjike, që në 2015 fillon efekti patronazhimi, kjo me radhë, dhe si rritet në rekomandime. Aty tregohet se sa rëndë është situata nga 2015 në 2025. Po ju këtë shqetësim se keni. Raporti ose po jo, diri ta tregon është rezonanca, ma ti tregon ku është tumori, metastazat dhe gjithçka tjetër. Këtu jo, është i shëndetshëm. As kolesterol s'ka, organizmi është gjithçka në rregull. Dhe në fund fare është kjo tjetra, u përpoq Spaku thot të lexoj riskun më herët, të koordinoj informacionin më shpejt dhe të orientoj reagimin sipas kompetencave. KOSOBE-u diri thot, Spaku, policia dhe çdo organ tjetër që kishte për detyrë të luftonte për fshirjen e krimit organizuar në zgjedhje ishin zhgënjyes. KOSOBE-u diri nuk është opozita. Opozita ju ka sjell një pafund materiale filmike, shkresore, ku diun se çfarë, që i shikonit pa persekutueshme. Dhe për efekt të informimit të opinionit publik kemi përgjigjet natyrës që po është e vërtet që kjo rruga po asfaltohet, ashtu nuk e gjejmë dot ku është rruga. Që po asfaltohet në fushat me para edhe për fushat elektorale, kur nuk lejohet. Nga njëherë pa projekt, pa fond dhe pa hiç fare. Nuk gjejmë ku është rruga. Të tregojmë zyrtarin që po abuzon, thua foto është bardhëzi. Nuk e identifikoj dot kush është zyrtari. Përgjigjet e ardhura me shkrim të Spaku. Tashti, në gjithë këtë situatë, nuk është se prisja në i gjë, se të njëjtin bisede kam bërë me paraardhësin tuaj zotin Dumani, kur erdhi dhe raportoi vjet në kuvent, se kjo historia para ndalimit është shumë interesante. Krimi organizuar rezulton paktën në Shkodër është përfshirë në fushat elektorale. 32 ditë përpara zgjedhjeve, ke pas në dorë urdhën e arrestit që vinte nga Belgjika për ata. I ke marrë në ruajtje. Gjatë kësaj periudhe policia e shtetit me siguri ka parë që janë përfshirë në fushat elektorale, me kë komunikojnë, ku i çojnë lekët dhe ku bëjnë presion. I arreston 43 ditë mbasi ka ardhur urdhri i arrestit. 15 ditë mbasi kanë mbaruar dhe zgjedhjet. Dhe ky na qeka reagim i shpejt i leximit të riskut. Kthes mund ta lejojmë të kalojnë këtë mënyrë. Tash i pyetja. Nga 194 raste, 1500 faqe kemi sjellë ne, me prova. Nga 194 raste, vetëm 5 procedime me 9 pandehur janë dërguar në gjykatë. Shumë bukur. Konsideroni arritje fakti që 47.8% janë iniciuar nga policia e shtetit. 23.9% nga Spaku, mua më dele sapi që 71.7% e denoncimeve kryesisht vinë nga institucione shtetërore, po do të ishte gjë shumë e mirë. Tash unë kam një pyetje. Policia e shtetit, Spaku dhe çdo institucion tjetër shtetëror, kontrolli i lartë i shtetit, kontrolli i shërbimit brendshëm të burgjeve. Sa prej këtyre kanë qenë denoncime që gishtin e vënd tek qeveria dhe sa për atyre që kanë qenë tek gishtin e vënd tek opozita. Dhe ju lutem shumë mos më thoni që edhe aty keni ruajtur një barazi aritmetike. Se është 5 numri procedimeve, 3 me 2 do dali gjithmonë. Normalisht do të prisja një përgjigje ishin 6, po 3 kanë qenë nga opozita, 3 kanë qenë dhe jemi rehat. Nuk kemi marrë anën e askujt. Krimi organizuar ka vazhduar të bëjë punën e vet, patronazhimi ka vazhduar të bëjë punën e vet, shqiptarët nuk kanë votuar dot të lirë. Po të procedueshëm penalisht këto kemi vetëm 5. A ka mundësi të më thoni nga këto 71.7%? Sa kanë qenë referime që gishtin e vinin tek qeveria, që ata që mblidhin votë për Partinë Socialiste, që paguanin njerëz apo që kontaktonin bandat për të mbledhur votë për Partinë Socialiste, dhe sa për atyre që kanë qenë në krah të opozitës?